Albin Kurti. Ai është kryeministri në detyrë dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje. Kurti ka lindur më 24 mars 1975 në Prishtinë dhe është një figurë e jetës politike dhe publike të Kosovës. Ai është diplomuar në Fakultetin e Elektroteknikës në Universitetin e Prishtinës në drejtimin telekomunikacion dhe kompjuterik. Kurti u përfshi në lëvizjen studentore në vitet 1997-1999 duke organizuar protesta kundër regjimit serb. Gjatë luftës në Kosovë, sipas jetëshkrimit të tij publik, thotë se ka shërbyer si sekretar i zyrës politike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai thotë se është arrestuar nga forcat serbe në vitin 1999 dhe është mbajtur deri në vitin 2001. Më vonë është arrestuar disa herë nga administratat ndërkombëtare dhe vendore për shkak të aktiviteteve të tij politike. Në vitin 2005, Kurti formoi Lëvizjen Vetëvendosje, LVV, e cila u bë forcë kryesore politike në Kosovë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2019, 2021 dhe 2 herë në vitin 2025. Kurti ishte kandidat për kryeministër në zgjedhjet e viteve 2017, 2019, 2021 dhe 2 herë në vitin 2025, duke dalë vitet e fundit forcë e parë politike. Kurti është i martuar me Rita Aguestad Knudsen dhe ka një vajzë, Lean. Ai flet shqip, anglisht dhe serbo-kroatisht.